Dashi, dita do të nisë me energji të freskët dhe optimizëm. Nëse ndjeni se keni mbetur prapa në disa projekte, sot është momenti ideal për të marrë iniciativën dhe për të rifituar ritmin. Në punë, përqendrohuni në detaje dhe mos hezitoni të kërkoni ndihmë nëse nevojitet. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Në fushën e dashurisë, një bisedë e hapur me partnerin do të mund t'ju sjellë më afër. Nëse jeni beqar, mos u shkurajoni, një takim i rastësishëm mund të ndesë një lidhje të re. Ndërkohë, mos harroni të ndaloni për të marrë frymë thellë dhe të shijoni momentet e vogla të qetësisë që ofron kjo ditë. Demi, sot është dita kur duhet të dëgjosh zërin e zemrës për të udhëhequr veprimet e tua. Ndonjëherë, zgjedhjet më të thjeshta janë më të efektshme. Në fushën e dashurisë mund të ndihesh i gjallë dhe plot energji, duke vlerësuar gjërat e vogla që japin lumturi. Në punë, sfidat mund të duken të shumta, por qasja me durim dhe përqendrim do të ndihmojë të dalësh triumfues. Financat kërkojnë kujdes, është koha të vlerësosh shpenzimet dhe të bësh plane për të ardhmen. Ndjenjat mund të jenë të luhatshme, por meditim ose një shëtitje në natyrë mund të sjellë qetësi të nevojshme. Gjithçka rreth teje flet për harmoni, pranohet të me krahët hapur. Binjakët, mëngjesi i sotëm sjell një ndjenjë freskëje, sikur era e pranverës të përqafojë zemrën tënde. Lidhjet me të tjerët do të lulëzojnë sot, një bisedë e sinqertë mund të hapë derën drejt një misie të re. Në punë, intuita juaj do të jetë udhërrëfyesi më i mirë, ndaj dëgjoni instinktet dhe mos kini frikë të ndërmerrni hapa të guximshëm. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, kujdes me shpenzimet e tepërta dhe përqendrohuni në kursime. Romanca është në ajër dhe një mbrëmje e qetë me partnerin do të rikthejë harmoninë. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të frymëzojë zemrën. Mbani mend se balancave është çelësi. Merrni kohë për të reflektuar dhe për të çlodhur, sepse energjia juaj ka nevojë për rigjenerim. Gaforia, energjitë e sotme do të sjellin një ndjesi të thellë qetësie dhe reflektimi. Në dashuri, mund të gjeni një moment të artë për të komunikuar sinqerisht me partnerin, duke ndarë ndjenjat tuaja më të fshehta. Për ata që janë beqar, një bisedë e papritur mund të ndezë një shkëndijë intriguese. Në punë, është dita e duhur për të riorganizuar prioritetet tuaja dhe për të fokusuar në projektet që kërkojnë kreativitetin tuaj të brendshëm. Financat do të jenë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e tepërta. Merrni pak kohë për të kujdesur për vetveten dhe dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Një shëtitje në natyrë mund të mbush zemrën tuaj me paqe dhe të rigjenerojë shpirtin tuaj krijues. Luani, sot është një ditë për të ndriçuar me energjinë dhe karizmën tuaj natyrore. Në sferën e dashurisë, vini re shenjat e vogla të kujdesit nga partneri. Nëse jeni vetëm, është koha për të dalë nga zona juaj e rehatisë dhe për t'u angazhuar në aktivitetet e reja shoqërore. Në punë, qasuni sfidave me kurajo dhe mos kini frikë të shprehni idetë tuaja kreative. Dikush nga kolegët do t'ju ofrojë mbështetje të çmuar. Financat kërkojnë pak më shumë vëmendje. Planifikoni me kujdes shpenzimet dhe shmangni vendimet impulsive. Ndjenjat e brendshme janë të ngrohta, por kujdesuni për trupin me ushqim të shëndetshëm dhe aktivitet fizik. Kujtohuni të ndani mirënjohjen për gjërat e vogla që ju rrethojnë. Rezultatet do të jenë frydhënëse. Virgjëresha, sot gjërat e jetës do të përzihen me nuanca të reja për ty. Në dashuri, është momenti për të treguar ndjeshmëri dhe mirëkuptim ndaj partnerin. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të sjellë një bisedë të bukur dhe plot ndjenja. Në punë, përqendrohu tek detajet dhe mos lejo që presioni të shtyjë në vendime të nxituara. Guximi yt për të marrë iniciativa të reja do të shpërblehet. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme dhe planifikimet e ngushta do të ndihmojnë. Sot, lejo që intuita jote të udhëheqë. Ndjen një harmoni të brendshme që të mbush me energji pozitive, duke të mbështetur për të kaluar çdo sfidë me qetësi dhe besim. Beshoria. Sot, universi të fton të gjesh ekuilibrin mes zemrës dhe mendjes. Një bisedë me dikë të dashur mund të sjellë qartësi dhe harmoninë që kërkon. Në punë, përqendrohu në detaje dhe mos nguro të kërkosh ndihmë nëse e ndjen të nevojshme. Financat po kërkojnë vëmendje, kështu që planifiko me zgjuarsi dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Të qëndrosh me këmbë në tokë do të ndihmojë të shmangësh situatat e paparashikuara. Në dashuri, dëgjoj me kujdes ndjenjat e partnerit dhe krijo hapësirë për të ndarë emocionet. Mbrëmja do të sjellë një ndjesi të thellë qetësie. Meditimi ose një shëtitje e qetë do të jetë terapike. Lëre ditën t'ju udhëheq drejt qetësisë së brendshme dhe frymëzimit të ri. Akripi.
Energjitë kozmike të kësaj dite ju ftojnë të hapni zemrën dhe mendjen drejt horizonteve të reja. Në dashuri, një bisedë e sinqert mund të sjellë thellësi të reja në marrëdhënien tuaj. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të ngjallë interes magnetik. Në punë, intuita juaj do të jetë aleati më i mirë. Besoni instinktet tuaja kur përballeni me vendime të rëndësishme. Financat kërkojnë vëmendje. Është koha e duhur për të riorganizuar buxhetin dhe për të planifikuar kursime afatgjata. Ndjesia juaj e përgjithshme do të jetë ngarkuar me qetësi dhe harmoni, duke ju ndihmuar të përballoni sfidat me vetbesim. Lejojini vetes disa momente për t'u lidhur me natyrën, do të ndjeni të freskuar dhe të rigjallëruar. Shigjutari. Universi është i ftuar të hapë mundësi të reja sot për ty. Në fushën e dashurisë, bëu i gatshëm të dëgjosh partnerin dhe të tregosh ndjeshmëri. Një zgjidhje e papritur mund të vijë për një çështje që të ka shqetësuar. Në punë, qetësia dhe durimi do të jenë miqtë tuaj më të mirë. Mund të hasesh me sfida, por qëndrimi i qetë do të ndihmojë të përballosh çdo pengesë. Në aspektin financiar, është koha për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë plane afatgjata. Mos ki frikë të ndërmarrësh hapa të rinj, pasi gjithçka që mbjell sot do të jap frytet e veta në të ardhmen. Ndërkohë, lejo zemrën të udhëheqë mendimet dhe ndjesitë do të jenë plot dritë dhe harmoni. Britsjapi. Sot është një ditë e përshtatshme për të reflektuar mbi arritjet e tua dhe për të bërë plane për të ardhmen. Në dashuri, është koha për t'u hapur me partnerin, duke ndarë mendimet dhe ndjenjat më të thella. Nëse je i vetëm, hap syt për mundësi të reja dhe mos e humb shpresën. Në punë, projekte të reja kërkojnë vëmendjen tënde. Investo energjinë në ato që të ofrojnë zhvillim personal. Kujdes me financat, bëj shpenzime vetëm për gjërat më të nevojshme. Gjithashtu, një qasje e kursyer do të ndihmojë të ndihesh më i qetë. Sot është e rëndësishme të gjesh pak kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë ose një libër i mirë do të sjellin paqe mendore. Ujori. Sot, zemra juaj do të ndjehet si një burim i pashtershëm energjie, duke ju shtyrë drejt ëndrave të reja. Një surprizë e këndshme mund të vijë nga një mik i largët, duke ju risjell në qendër të lidhjeve të vjetra. Në punë, syt do t'ju ndriçojnë me ide të reja që do të impresionojnë kolegët tuaj. Një bisedë e sinqertë me një person të afërt do të zgjidhë çështjet që kanë qëndruar pezull. Në aspektin financiar, një plan i matur do të sjellë stabilitet. Mos harroni të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm, i cili do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të drejta. Ndjesia e qetësisë shpirtërore do të përmbyll ditën tuaj, duke ju bërë të ndiheni si një pemë e fortë në mes të një pylli të qetë. Peshi. Dita e sotme sjell energji pozitive, duke ju inkurajuar të shprehni emocionet në mënyrë autentike. Një bisedë e hapur me partnerin tuaj mund të shndërrohet në një moment magjik, duke thelluar lidhjen tuaj. Në punë, qëndroni të fokusuar dhe mos e lini veten të shpërqendroheni nga detajet të vogla. Kreativiteti juaj do të shpërblehet, duke ju ndihmuar të shihni zgjidhje aty ku të tjerët shohin probleme. Financat kërkojnë vëmendje, një vështrim i kujdesshëm mbi shpenzimet mund të sjellë përmirësime të mëdha. Kujdesuni për veten, duke i dhënë përparësi relaksimit dhe qetësisë mendore. Një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të rigjeni ekuilibrin. Sot, besoni në intuitën tuaj, do t'ju udhëheqë drejt një dite të mbushur me harmoni dhe mirëqenie.